Horoskopi ditor e Mërkur 22 tetor 2025. Dashi. Dita e re inkurajon spontanitetin ndërsa hën arrit aftësitë tuaja të komunikimit. Marsi ushqen energjinë tuaj, duke ju shtyrë drejt zgjidhjeve inovative në punë. Jini të hapur ndaj bashkëpunimeve, ato mund të sjellin përfitime të papritura. Emocionalisht jeni në një humor bujar, duke ringjallur lidhjet me të dashurit. Një bisedë zemër më zemër sqaron keqkuptimet e mëparshme. Financiarisht mbizotëron një periudhë qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Shëndeti juaj mbështetet nga energjia e sapo gjetur. Angazhohuni në aktivitete fizike për të përfituar nga kjo. Rreshtimi planetar i sotëm mbështet çdo çështje ligjore ose dokument që ka nevojë për shqyrtim. Shoqërisht prisni një mesazh nga një mik ose kolegi vjetër. Mund të sjellë gëzim të papritur. Mbrëmja është perfekte për vetëreflektim. Merrni në konsiderat shënimin e mendimeve ose ëndrave tuaja. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes dialogëve të hapur, prandaj ulni vigjilencën. Një projekt krijues mund të tërheqë interesin tuaj. Kënaquni me të përpërmbushje personale. Demi. Agimi i ri sheh afërditën duke nxjerrë në pa rrethin tuaj shoqëror. Ftesat për mbledhje mund t'ju tërheqin në një vorbull aktiviteti. Profesionalisht, durimi është qelësi pasi projektet mund të përjetojnë vonesa. Stabiliteti financiar lejon planifikim të kujdesshëm në vend të vendimeve të nxituara. Angazhoni aftësitë tuaja diplomatike për të lehtësuar çdo tension në vendin e punës. Lidhjet romantike lulëzojnë në ndikimin pozitiv të afërditës, duke ofruar mundësi për të forcuar lidhje. Demët beqar mund të hasin perspektiva interesante përmes miqve. Sa i përket shëndetit, eksploroni teknikat e relaksimit për të luftuar stresin. Ndryshimi i energjisë së pasdites sjell qartësi në dilemat e vjetra, besoni intuitës. Shmangni investimet e reja sot. Në vend të kësaj rishikoni sukseset ekzistuese të portofolit. Mund të lindin biseda familjare, duke ofruar mundësi për të treguar empati dhe mirëkuptim. Sipërmarrjet krijuese gjen mbështetje. Ndani idetë tuaja me besim. Dita përfundon me një ndjenjë arritjeje dhe njohuri të reja në fushat e rritjes personale. Binjakët. Këtë ditë binjakët e vendosin fokusin te ekuilibri, fal ndikimit të Merkurit. Aftësitë tuaja analitike janë të mprehta, duke ndihmuar në proceset vendimtare të vendimarrjes. Kini kujdes nga mbingarkesa në punë. Vendosja e kufive do të kursejë energji. Financat kërkojnë një qasje të kujdesshme pavarësisht të ardhurave të qëndrueshme. Kurseni për shpenzimet e ardhshme. Marrëdhëniet lulëzojnë në përshtatshmërinë tuaj. Angazhohuni në biseda kuptimplote për të zgjidhur çështjet e mbetura. Beqarët mund të zbulojnë partner potencial në mjedise të papritura. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm, megjithse përfshirja e aktiviteteve të vetëdijshme mund të përfitojë qartësinë mendore. Energjitë e ditës favorizojnë përpjekjet bashkëpunuese, duke nxitur përmirësimet e punës në grup. Shmangni blerjet impulsive. Merrni në konsiderat nevojat e ardhshme mbi dëshirat e menjëhershme. Emocionalisht, një kujtim i kaluar mund të rishfaqet, duke nxitur reflektim dhe shërim. Lidhja me një mentor ose këshilltar të besuar mund të ofrojë njohuri të vlefshme. Ndërsa bie mbrëmja, kënaquni me hobi ose ndjekje krijuese për rigjallërim. Yjet rekomandojnë përqafimin e kuriozitetit, ushqyerjen e interesave të ndryshme dhe eksplorimin e ideve të reja. Gaforria. Hëna nxjerr në pa sektorët tuaj të shtëpisë dhe familjes. Rehatia dhe siguria bëhen përparësi ndërsa lundroni në ujërat emocionale. Marrëdhëniet kërkojnë komunikim të butë. Një bisedë e sinqertë mund të shërojë plagët e së kaluarës. Profesionalisht, inovacioni shpërblehet, por sigurohuni që idetë tuaja të komunikohen mirë. Çështjet financiare kërkojnë vëmendje. Një rishikim i buxhetit mund të zbulojë shpenzime të panevojshme. Këshilla e një miku të ngushtë rezulton e paçmuar, veçanërisht në çështjet e karrierës ose akademike. Instinktet tuaja ushqyese shkëlqejnë, duke nxitur lidhje më të thella me familjen ose shokët e dhomës. Shëndeti pëson ndryshime pozitive me rutinat proaktive të kujdesit për veten. Merrni në konsiderat rishikimin e zgjedhjeve ushqyese. Kreativiteti gjen një rrugdalje përmes tuhisë së ideve imagjinative. Shënoni këto shkëndija frymëzimi. Marrëveshjet ose kontratat mund të dalin, por rishikojini plotësisht para se të angazhoheni. Introspeksioni i mbrëmjes ofron njohuri, duke hapur rrugën për shërim emocional. Besojini intuitës suaj. Ajo udhëzon me saktësi sot.
Mos harroni, durimi me veten dhe të tjerët nxit një mjedis harmoni. Luani. Fusha juaj e komunikimit lulëzon në ndikimin e Merkurit. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të shprehur ide, qoftë në takime apo në shkrime krijuese. Mundësitë e rrjedhëzimit janë të shumta, angazhohuni dhe shikojini ato të japin fryte. Marrëdhëniet kërkojnë ndershmëri dhe transparencë. Dialogët e përzemërt lehtësojnë tensionet. Për beqarët, dita mund të sjellë një prezantim të papritur përmes kanaleve profesionale. Momenti i karrierës rritet. Inovacionet në punë mund të çojnë në njohje. Transaksionet financiare duhet të menaxhohen me kujdes. Siguroni atë që ju nevojitet pa shpenzuar shumë. Sa i përket shëndetit, nivelet e energjisë rriten, përfitoni përmes aktivitetit fizik. Një diskutim familjar mund të kërkojë aftësitë tuaja udhëheqëse. Qasja juaj diplomatike mund të zgjidhë problemet. Yjet favorizojnë lëvizjen dhe eksplorimin. Merrni në konsiderat të mësoni diçka të re ose të rishikoni një pasion të harruar. Ndërsa dita mbaron, relaksohuni me një aktivitet të kohës së lirë, duke lidhur shpirtin tuaj me gëzimin. Besueshmëria forcon lidhjet, duke forcuar marrëdhëniet si personale ashtu edhe profesionale. Virgjëresha. Dita e re nxit një fokus në vlera dhe financa. Me energjinë e mprehtë të Mërkurit, ju shkëlqeni në vlerësimin e qëllimeve afatgjata. Sot, analizoni investimet dhe kursimet për të siguruar stabilitetin financiar. Maturia do të mbështesë prosperitetin e ardhshëm. Puna sjell sfida të reja, një qasje e strukturuar siguron suksesin. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes dëgjimit të vëmendshëm dhe objektivave të përbashkëta. Jepni përparësi lidhjes me të dashurit. Beqarët mund të takojnë individi interesant përmes ngjarjeve të komunitetit. Shëndeti juaj përfiton nga një rregullim rutinë, duke nxitur ekuilibrin fizik dhe mendor. Ndërsa hëna thekson vetëvlerësimin, reflektoni mbi arritjet dhe përputhni veprimet me aspiratat. Kreativiteti lulëzon, duke ju lejuar të shprehni bindje të thella. Dinamika familjare mund të ndryshojë, duke kërkuar natyrën tuaj mbështetëse për të ruajtur harmoninë. Mbrëmja fton pushim dhe relaksim. Merrni në konsiderat praktikat meditative për të çlodhur. Përgatituni për mundësitë e ardhshme duke organizuar mjedisin tuaj. Qartësia dhe rendi çojnë në triumfe të ardhshme. Peshorja. Dita e re sjell rritje personale me diellin që ndriçon shenjën tuaj. Sot përqafojeni ndryshimin me krah hapur. Çdo sfidë me të cilën përballeni forcon karakterin. Hapen rrugë profesionale. Krijoni rrjedhë strategjik për të përfituar nga përparimet në karrierë. Financiarisht rivlerësimi është qelësi. Ulni shpenzimet e tepërta dhe planifikoni për qëllime afatgjata. Marrëdhëniet thellohen me biseda të sinqerta, duke zbuluar qartësi dhe besim të sapogjetur. Peshoret beqare mund të hasin kimi në takime të rastësishme, duke ndezur kuriozitet dhe lidhje të mundshme. Jepini përparësi shëndetit duke u përfshirë në rutinat e ekuilibruara. Mirëqenia lulëzon nën kujdesin rutinë. Kreativiteti rritet ndërsa Venusi frymëzon sipërmarrje artistike. Zhytuni në projekte që kërkojnë imagjinat. Rreth familjes, jini paqëruajtës gjatë mosmarrveshjeve, duke siguruar që zëri i të gjithëve të dëgjohet. Vlerësimi i fitoreve të vogla ngjall kënaqësi, duke i hapur vend mirënjohjes dhe pozitivitetit. Reflektimi në mbrëmje ndihmon në konsolidimin e mësimeve të përditshme, duke siguruar trampolin për përpjekjet e së nesërmes. Shfrytëzoni energjinë e sotme, duke ditur se çdo hap përputhet me fatin tuaj. Akrepi. Dita e re hedh dritë mbi vetanalizën dhe shërimin. Ndërsa hëna depërton në ndërgjegjen tuaj, gjeni kohë për të eksploruar emocionet e thella. Sferat profesionale kërkojnë diskrecion. Zbuloni planet me kujdes për rezultatet më të mira. Financat inkurajojnë kursimin mbi shpenzimet. Rezervoni burimet për investime strategjike. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga cenueshmëria, zbulimi i vetes suaj autentike nxit besimin dhe intimitetin. Akrepët beqar mund të hasin individi interesant në mjedise introspektive. Përmirësime shëndetësore lidhen me menaxhimin e stresit. Ekuilibri përmes vetëdijes dhe kujdesit për veten. Ndjekjet krijuese ju ftojnë, duke ju ftuar të shprehni aspekte të fshehura të psikikës suaj. Dinamika familjare mund të zbulojë modele të vjetra që kanë nevojë për zgjidhje. Jini të duruar ndërsa lundroni në këto ujëra. Mbrëmja ju fton të kërkoni vetmin, duke ofruar momente për meditim ose shkrim ditari, duke ndihmuar në çlirimin emocional.
Besojini intuitës në vendimmarrje dhe lejoni që udhëzimi kozmik të drejtojë udhëtimin tuaj. Sot është perfekte për të vendosur qëllime të përputhura me aspiratat tuaja më të thella. Shigjetari. Dita e re ju shtyn në sferën sociale me entuziazëm të rigjetur. Me Jupiterin që energjizon lidhjet e komunitetit, angazhohuni me njerëz me të njëjtat mendime për të nxitur rritjen. Aspiratat e karrierës fitojnë vrull, përqafoni mundësitë bashkëpunuese për rezultate optimale. Këshillohet kujdes financiar. Merrni në konsiderat përfitimet afatgjata mbi fitimet e menjëhershme. Marrëdhëniet lulëzojnë në autenticitet. Jini transparent për të rritur besimin dhe lidhjen. Për beqarët, ngjarjet shoqërore mund të sjellin perspektiva interesante, duke nxitur kuriozitetin dhe emocionet. Shëndeti shkëlqen me energji të gjallë. Kanalizoni këtë në fitness ose aktivitete në natyrë. Ndërmarrjet krijuese përfitojnë nga ndërveprimet dinamike. Ndani ide në mjedis e grupi për të nxitur inovacionin. Çështjet familjare kërkojnë shpirtin tuaj aventuresk. Eksploroni traditat me një perspektivë të freskët. Përfundoni ditën me mirënjohje, duke reflektuar mbi arritjet e ditës suaj. Planifikoni për përpjekjet e ardhshme, duke ditur se përfshirja e komunitetit forcon rrjetet personale dhe profesionale. Përqafoni mundësinë me optimizëm, duke besuar në aftësinë tuaj të lindur për të frymëzuar dhe udhëhequr. Britsjapi. Agimi i ri thekson ambicien dhe transformimin me fokusin udhëheqës të Saturnit. Profesionalisht ju jeni në pritje të mundësive të dukshme. Krijimi i rrjeteve strategjike sot vendos një themel të fortë për sukses. Financat lulëzojnë përmes planifikimit të kujdesshëm. Rishikimet e buxhetit mbështesin qëllimet tuaja. Marrëdhëniet përfitojnë nga dialogët e hapur. Shprehni perspektivat tuaja për të forcuar lidhjet. Britsjapët beqar mund të gjejnë lidhje të mundshme përmes punës ose aktiviteteve edukative. Shëndeti lulëzon duke ju përmbajtur rutinave të disiplinuara. Merrni në konsiderat regjime të reja të mirëqenjes për përmirësim holistik. Energjitë krijuese dalin në pa, duke ofruar perspektiva të reja, shfrytëzojini ato në projekte strategjike. Angazhimet familjare mund të kenë nevojë për trajtim diplomatik. Jepni udhëzime të qarta aty ku është e nevojshme. Rezervoni mbrëmjen për planifikimin e aspiratave të ardhshme, duke i parafruar ato me situatat aktuale. Përdorni meditimin ose praktikat reflektuese për të rindërtuar veten tuaj të brendshme. Vendosmëria e sotme mbjell fara për arritje të rëndësishme, duke krijuar shtigje të ardhshme të pasura me premtime dhe potencial. Ujori. Fokusi drejtohet drejt eksplorimit dhe të mësuarit. Me uranin që ngjall kuriozitet, kapni mundësitë për zgjerim. Ndjekjet arsimore ofrojnë rritje. Profesionalisht, inovacioni çon në përparime. Ndani ide vizionare për të frymëzuar kolegët. Mund të ndodhin surpriza financiare. Menaxhojini ato me kujdes, duke marrë parasysh përfitimet afatgjata. Marrëdhëniet ndërpersonale lulëzojnë në diskutime me mendje të hapur. Përqafoni pikpamje të ndryshme për të forcuar lidhjet. Ujori beqar mund të tërheqë shpirtra aventuresk që kërkojnë lidhje kuptimplote. Shëndeti përmirësohet përmes zgjedhjeve aktive të stilit të jetës. Përpiquni të përfshini aktivitete të ndryshme fizike. Kreativiteti rritet nga projektet bashkëpunuese, duke bashkuar njohuritë unike në rezultate të fuqishme. Ndërveprimet familjare zbulojnë aspirata të përbashkëta, duke forcuar unitetin dhe mirëkuptimin. Mbrëmja inkurajon dëshirën për të udhëtuar, planifikoni udhëtime për rigjenerim dhe depërtim. Zhytuni në aktivitete kulturore, duke zgjeruar pikpamjen tuaj për botën. Shfrytëzoni energjitë intelektuale të sotme, duke e ditur se ato hapin rrugën për përparim personal dhe kolektiv. Përqafoni ndryshimin si një shoqërues të vazhdueshëm në këtë udhëtim transformues. Peshqit. Agimi i ri sjell emocionet në plan të parë në ndikimin mistik të Neptunit. Sot, besoni në intuitën tuaj ndërsa ajo udhëzon ndërveprimet dhe vendimarrjen tuaj. Fushat profesionale kërkojnë empati dhe përshtatshmëri. Lundroni në kompleksitete me hir. Stabiliteti financiar kërkon vëmendje. Vlerësoni burimet për të siguruar siguri afatgjat. Marrëdhëniet thellohen përmes empatisë së përbashkët. Cenueshmëria ofron shërim dhe lidhje. Peshqit beqar mund të gjejnë shkëndija me ata që rezonojnë me natyrën e tyre të dhemshur. Shëndeti kërkon butësi. Përfshini praktika qetësuese si yoga ose meditimi në jetën e përditshme. Kreativiteti lulëzon duke ofruar mundësi për vetëshprehje. Kapni frymëzimin në art ose shkrim.
Çështjet familjare përfshin siguri të buta. Qasja juaj empatike shkrin tensionet. Introspeksioni i mbrëmjes hap dyert për shërimin e plagëve të së kaluarës. Reflektoni dhe lironi bagazhet emocionale. Përqafoni ëndrat si mjetës zbulimi, duke ofruar qartësi mbi dëshirat në ndërgjegjeshëm. Të inkurajuar nga yjet, besoni në udhëtimin tuaj drejt një kuptimi dhe përmbushjeje më të thellë. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.